Si kur opozitës tonë ti pengoj ke qaqë shumë lista serbe, Radojqiqi, e tjerë, sa për i pengon Dejona Mihajli, beso që shumë bon Zvicer. Ja, këshëm përparu shumë. Ama qëtat opozitës tonë nuk i pengoj ke heq kur gjon lista serbe kur e preqin ka 12 orë, rrishin pa hongër pa pi në parlament, dejnë dëmajt natës të prit me ardhë lista serbe, e Radojqiqi me ardhë, e me vollos për kryeministrin ton, e me vollos për kryetarin ton, edhe nuk i pengoj ke heq, edhe sot si pengon. Quen do burra, i thojnë vetit burra, trima, patriota, kryetar komuna, edhe shojnë një femën, miren me një femën, jashtë e Greqijës, jashtë e Serbijës, jashtë. Kush vjen për Shqipnijës, këtë janë shki. Kush e voton Albin Kurtin e vetëvendosen, krejt janë shki për këta të opozitës. Krejt të opozita menojnë që fajt i ka pople, nuk i kanë fajet ata vetë. Ka njëherë të mërmenja që veç këta janë patriota, veç këta punojnë për atë dhejon. Në thojza, se me punu për atë dhejon është dishka tjetër, me vjedha atë dhejon është dishka tjetër, për që ata dhe pople nuk po jo voton, se kejtin i qunë kam të shatash mërgatën, po 43% kanë votu edhe ata mrena, në Kosovë 43%, sa krejt opozita bashkë, e kanë votu veç Albin Kurtin, 3 parti, 4, 5, sa bontën këtë bashkë që bontë, e kanë votu Albin Kurtin, 43%. Nuk mundi me nashit patriotizëm, përse ngani patriotash, me fakte se unë nuk tham qka nuk është. Sipas hulumtimeve të zonës Ekspres dhe të disa mediave tjera, prej momentit kur ish kryetari i PDK-s e fitoi pushtetin, familja e tij është pasuruar ndjeshëm. Vëllezërit të Thaqit përflitet se ka ndërtuar një perandëri financiare. Gani. Gjithë kjo tokë që shihni është pronë e familjes së presidentit Thaqi. Ajo ndodhet në fshatin e tij të lindjes, në buroj të Skënderajt. Nese, ja ka lanë babgjyshi, katragjyshi, këtyne ketë ka 200 hektare, ja kështë pas lanë babgjyshi. Se këta jabë, këta se kanë bjedhë, kërkush. Këta nuk e kanë bjedhë, dhe se kanë bje 14 centarin. Këta e. Kretë të tokë, shka pëshene, shka i nini, kretë janë që ka lanë babgjyshi. Vazhdojnë kë, se s'pethamone, po thëtë Ekspresi, kolega, miko i afërt i PDK-s, Berat Bozhala edhe kë kërcule. Sigurisht, tokën e ka rrethuar me një mur të kushtueshëm. Të kushtueshëm. Mos me i sorrat. Vazhdojnë kë. Toka është blerë në procesin e privatizimit. Se pas ka lo babgjyshi. Por, s'është e gjitha. Qyqy. Këto objekte që shihni në lagjen Matiqan të Prishtinës janë ndërtuar nga një kompani e cila sipas një hulumtimi të mëparshëm medial të Birnit e ka bashkëpronar vëllain e vogël të Thaqit, Blerimin. Iliria Building, si quhen këto objekte banisore, sipas të njëjtit hulumtim. Ama qëtë emnin Iliria, adin dyqysh, ma se keq përdërni Ilirien, adin fut një emën drasa, bungi, shkabëdio në shkoza, në isen, po mas që qëtë një bile emnin Iliria, të vjedha dhe emnin Iliri, qëto emnin në qëkës, vjedh në emnin të qëkës, qëto nuk përshkojnë, përsa ta nuk për e votojnë. Kushtojnë hiq më pak se 4 milion euro. Përfitimi nga shitja atyre është në vlerë në mes të 7 dhe 8 milion eurove. Mashallah. Që kjo është fakt pse pople nuk ju beson.
pse keni mashtru për 20 vjetë, të thonë na kena luftu, tash na do të me vjedh, pople nuk mundet me dëru këtë për hajnije. Sukaraj që e shfazon qadrën një shokit vetë, të rashit të ecë rrugës, të i thonë ati shokit të pështova, dikur mërzeta i shokitina që edhe e morë qadrën, tha merve eran qadrën, ja dha qadrën, e gjete i farpusi, këgja si të madhë, me uje të gjujtë. Në posa të bum, hini me kryje, me kome, me trope, me krejtë, u lagë, qëllë, dulë për ati pusit, tha, a isha lagë ma shumë, tha jo, tha merë, këtë qadrë se më lodha, tha, për ditë, të pështova. To janë fjallë që nuk arrohen, janë fjallë të mëshme, po kanë do me thonje të madhe për ata që kush din me kuptu, për ata që s'din me kuptu, kërkush s'munët, s'ka faj kërkush, adin, se qastrunit punën, nuk mundesh me shku ma gatë. Unë kur nuk tham që Albini është perfekt, edhe Albini është perendia, është pengamera, edhe kë ban gabim, edhe kë nështë ka sane që nuk din me punu, po të paktën kë po mundohet, numër një që hajnë kë nuk është, edhe tash popli pi besën, pse kë nuk është hajnë. E tash kur të mdel 2 emna me votu një hajnë, edhe në qësë është luftetar, në qësë është hajnë, edhe Albin Kurti që nuk është hajnë, une si njeri e votoj qaj që nuk është hajnë. Qaj që nuk ta shet tokën, qaj që nuk ta ep Mitrovicën, qaj që nuk e lejon tokën më shit me 13 cent që she kanë leju këta hojnat. Edhe është normale që une ka me votu Albin Kurtin, se s'ka matë mirë se ato. Kur e shone këta, opozitën me krasu me Albin Kurtin, kë është superior për ta, është mëret. Ta shty një vjej nati, po jo vete keni prun punën dhe që ato që njerës mos më ju besu, njerës mos më ju votu, njerës më ju thonë fjallët matrona që mundën me ju thonë, se keni prun vetën, se keni prit shkit, dëmëdhatore keni prit me orë me ta ba qeverien dhe me ta votu kërministrin. Ka një avdit keni prit shkit me dalë në shesh Prishtinës ato me ta votu ashtë më thashin presidente. Keni arrua, gjinja nuk arrujnë, se ta shë keqa që Facebooki, YouTube pi mon men, nuk pi len më arru. Të shkon në kohën e Azembetës, nështë ta ishin arru këto sene, se s'ke pas ku mi këqyrë mo, ma tash nuk arrujnë sene, tash me një gesht e gjonë qka dush, qka ke thonë, qka ke vjedhe, qka ke bo krejt e gjonë. Po nese, unë e për përshëndes njerë, edhe mos harroni follow deputetit, like, shpërndani sa ma shumë, falmderit për krejt juve që më disni, edhe ata të opozitës falmderit që më ndjekin, se e di që i monaj pak ata si shumë, po e vërtet është që kjo është realitet, us po raj kur gjo, veç për qes ato që ka menoj une, edhe që ka është publike, nuk përshtoj kur gjo, veç për qes ato që kanë bo vetë. E kaloni mirë deri në videon tjetër tarne.